kënaqur për të festuar edhe ne bashkë me këto, siç e di, kjo është një festë që shumica të gëzojmë së bashku në këtë mbrëmje të veçantë. Ju urojmë të gjithave kështues tonë gjithmonë dhe gazeta të keni shëndet, gëzime në familjet tuaja. Të premten, 9 maj, shoqata shqiptare e gruas në Australi organizoi një festë veçantë me rastin e ditës së nënës, ku morën pjesë rreth 540 gra dhe vajza nga komuniteti ynë. Atmosfera ishte mbreslënse, e mbushur me ngrohtësi, buzëqeshje dhe emocione. Festa nisi me një fjalim të shkurtër mirëseardhje nga presidentja e shoqatës Sonja Ylbere Myftari, e cila falenderoi të gjithë gratë dhe vajzat për praninë dhe për kontributin e tyre ndër vite. Në shenjë mirënjohje, disa nga zonjat që kanë dhënë kontribut të veçantë në shoqat u vlerësuan me buqeta lulesh. Një përshëndetje të veçantë dha dhe një nga zërat më të ngrohtë të ekranit shqiptar, zonja Tefta Radi, e cila ishte pranishme në mesin tonë. Mbrëmja vazhdoi me valle tradicionale nga të gjitha trevat shqiptare. Një performancë spontane dhe mbresënëse na sollën vajzat prezente të grupit të kërcimit Eagle Folk Dance. Muzika ishte në ritmin e DJ Donit, që e mbajti atmosferën të gjallë dhe festive gjatë gjithë mbrëmjes. U shpërndan dhurata përmes një shorteu të biletave raffle, të sponsorizuara nga vetë gratë dhe vajzat e komunitetit tonë. Të gjitha fitimet e mbledhura nga këto bileta do dhurohen për organizatën McGrath Foundation në mbështetje të grave me kancer gjiri. Kjo mbrëmje ishte më shumë se një festë, ishte një mundësi për të krijuar njohje të reja, për të forcuar lidhjen mes grave dhe për të vazhduar ruajtjen e traditës së bashkësisë tonë shqiptare këtu në Australi. Ne nga stafi Radios 3ZZZ ju urojmë gëzuar ditën e nënës të gjithë nënave shqiptare kudo që ndodhen. Faleminderit për sakrificat, dashurinë, forcën dhe frymëzimin që na jepni çdo ditë.